si një multimilionere që jam, po edhe bilionat mi bo, unë në shtëpi jam anvisa. Së shpejti do të thejna krejt. Kosova është Vegasi i Amerikës. S'du mu mburë me suksesin e babës, apo nanës, apo burrit. Du mu mburë me suksesin tem. Të fillem që po kalon në Kosovë, se dina që veç nuk jeton në Kosovë, ma ta shubu që sa ko që jeton në Amerikë. Me thonë drejten, ka del shpirti po folje, Kosovën e du tepër, edhe donë zoti, së shpejti do të thejna krejt. Kosova është Vegasi i Amerikës. Do më thonë, e pas kënë men më këthy në Kosovë. Pa tjetër. Qka të mungon prej Kosovës, kështu? Gjuha shqipe, që foljet non-stop, kultura shqiptare, normal. Pa marrë parasysh ku të shkojsh, vendjet ngre. Në Amerikë, Dubai, ku të shkojsh në botë, Kosova është Kosovë. Edhe është një fjallë e urtë, it doesn't matter who you are, you always have to remember where you came from. Kështu që gjithmonë dush me majt men, se kush jetë nga ka kjo ardhë. Kështu që ke definicioni kompletum, kështu që njëtë si kur ajo që thët edhe Parisin më falë me Gjakova nuk e ndroj, kështu që te e bone një definicion, halo ma të mirë se so qajo asaj konge. Kështu që pak alumanejo në vëdu me ty pak të pjesa e feministane, që shë mdohen men Filoreta jetën kur ka qenë Kosovë, para se me shku me jetu në Amerikë. Me thonë drejtën, mu Amerikas kur s'ko më ndru me dalë t'i kun jashtë, se une Prishtinën e kum pas, jo veç Amerikë, po muj me thonë që Vegas, 24/7. Jetën e kum pas gjithmonë qëllë. Mburëm, vi prej një familjes shumë suksesshme, shumë edukat, që unë ja kum fillu me punu prej që i kum pas 7 vjeqare. Edhe gjithmonë e kum pas atë the dream. Gjithmonë kum besu në vetë vete, edhe e kum ndru që një dit du më bo independent. Du me kon vetë vetja, du me kon krejt ëndrat me realizu, po vetë. S'du më mburë me suksesin e babës, apo nanës, apo burrit. Du më mburë me suksesin tem. Edhe donë zoti, jam kush jam sot. Kështu që e ke arrit ato që a ki dashtë. Pa tjetër. Ti e përmena që prej mbushës 7 vjeqare ke fillu me punu. Cila ka qenë puna e parë që e ka bo Filoreta? Filoreta ka punu si minimarket, Dugajin e kim pas, ku mjetu do me thonë para luftës. Tasht nuk e di athiret ma 1, ma 2, e di që në Matiqan, te varezat e Matiqanit, një shpjesaret, sot do këtë palat, unë e mburna që kom në shtetësin e Kosovës, po edhe Amerikës. Po dashti lufta, shkum në Amerikë, edhe sot a ditë jam ajo kush jam. Ti e përmene vetë atë periudën se nuk të ka mungu kur gjë, kur e konë të jetu në Kosovë, po çka më nëhem prej qasë periudhe, nështë ta qoftë lojrat që i ke bu me fëmijën e lagjës, qoftë ambientet familjare, diçka që edhe kur e kujton Kosovën, gjatë kohës se je në Amerikë, të kujtohen qatë momente. Qa është një diçka që e mon lidhën Filoretën me Kosovën? Une 43 vjeqare jam, po në mburna që jam ajo një businesswoman që haja si kultur, si shumë do gjana i maj, ju metë mbrapa, për shkak që jetoj në Amerikë, si për shembull dashurin, respektin, si një nan, si një, pa marrë parasysh, your position, kush je. I can proudly say, si një multimilionere që jam, po edhe bilionat mi bo, unë në shtëpi jam anvisa. Pastroj, i bëj gjona gjitha. Unë e maj men që si kulturë shqiptare, që nanat e tona janë shumë të lidhne, jemi shumë familjar, e mburna me atë femirin, edhe sot a dit unë e përdore në familjen time. Me djallin që kam 17 vjeqare Bledionin, vajzën Bleronën 14 vjeqare. Atë kultur, unë e sot që para luftës, e këtë rashegu prej familjarëve tu, të njëtën e paraqetat të fëmija tu, po e kuptoj që i ka do me thonë qëtësen.